Territori shqiptar për datën 13 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe vranësira të herpashershme në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira më të theksuara në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa pasditja sjell kthjellime lokale kryesisht në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell kryesisht në jug dhe jugperëndim. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 13 janar do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 0 deri në 6 gradë Celsius. Kukës -3 deri në 3 gradë Celsius. Peshkopi -3 deri në 3 gradë Celsius. Tiranë 3 deri në 8 gradë Celsius. Durrës 2 deri në 10 gradë Celsius. Kavaj 1 deri në 9 gradë Celsius. Elbasan 1 deri në 6 gradë Celsius. Berat 2 deri në 8 gradë Celsius. Korçë -8 deri në 1 gradë Celsius. Vlorë 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjirokastër 0 deri në 7 gradë Celsius. Sarandë 2 deri në 10 gradë Celsius.